fillon karrierë ime nga salla sportive, me lëvizje skenike, 20 vite, me artë në kulturë. Ilir Loku me shumë nostalgji tregon për hedhjen e hapave të tij të parë në fushën e vallëzimit. Unë kam qenë tip i lëvizshëm në familje, kam këndu si fëmijë dhe arritja deri te një ansambël që të bëhem antari një ansambli ka qenë që thash para 20 viteve. Kanë ardhur djemë të Hallës, mysafere mbaj mend, dhe janë shpreh që kemi fillu me një ansambël me ushtru valle popullore shqip. Dhe unë jam interesu, babi e ka pas gjithsesi marak këtë lëmi, se vetë ka qenë valltar. Dhe u interesova ashtu edhe fillova të mire me interesimin e provave kur kanë grupi i atërshëm i fëmijëve. Mbaj mend era e parë kur kemi shku me nanën, kemi hapë derën se ku që shira unë në fillim, kemi hapë derën e sallës, kanë qenë dikun rreth 30 fëmijë, 40 duke ushtru. Jemi përshëndet me ushtusin atëhershëm. Zotëri Kenan Jahja, tani kryetari i ansamblit, dhe Palikuqi. Kështu ka fillu ajo karriera ime e parë. Në sallë 40-50 fëmijë, ishte ne si fëmijë kishim pak turp, derisa adaptum. Kam qenë tip i lëvizshëm, tip i gjallë që thojnë. Unë jam marrë me karate. Po gjitha këto sporte që tregoj kanë qenë afat shkurtra, ndoshta 1 vjet, 2 vjet, ose disa prej tyre edhe më shumë. E marrë me mundje, klubin e mundjes Liria. Atëherë e komunitë të ndjerin, babajnë e mundjes, Zotëri Mentaz Vllajbegun, Bajram Qërollin, Shaban Tërstenën, pikërisht edhe ka qenë edhe daja im, Hasan Bistimi. Pastaj jam marrë me karate, në klubin e karates Daud Bilibanit, nuk e di si quheshtë atëherë. Jam marrë me futboll, kam qenë në Slog, tani Shkupje. Jam marrë me not, 7-8 muaj dikun kam shku në not. Kam qenë i suksesshëm edhe në garat e shkollës në basketbol. Shumë aktivitete, por ja që mbeti kjo e cila më flejnë në shpirt. Në fakt mund të them ishte tradit. Të na ishte tradit. Babi valltar prej 3 antarëve familjes tonë, ngela unë. Ta them edhe këtë se kur kemi fillu në ansambël, jemi regjistru 11 antarë familjes. Dhe për gjithë atyre mbeta i vetëm e vazhdova këtë lëmi. Dëshira e madhe, sipas tij, ishte ajo që e shtyu të ushtronte dhe të mësonte valle të ndryshme. Mund të them dëshira, ajo më flejnë të një shpirt. Unë tregoj drejtën, ka pas momente kur s'kam qenë mirë me shëndet, ose mund të them me probleme familjare, ose ku pe di unë probleme shoqërore, personalit mjetë. Më nxekun prit të vinë provat, kupton? Ta gjej veten aty. Të jeki gjitha të mërzia, gjitha të probleme, gjitha të strese. Kam pas fatin, ndoshta që nga fëmijëria t'jem edhe udhëheqësi i grupit, ose solist i ansamblit, i grupit. Edhe kështu më ka shku deri sot, tani unë udhëheqë një ansambël timin personal. Kjo është pikërisht grupa e parë
e përzierë me grupin e dytë, e ansamblet Ilirida. Janë një ndër ansamblet më të reja në Maqedoni, ndoshta edhe në trojë shqiptare. Jemi formu vitin e kaluar, në fund të vitit kaluar, me 10 vjetor. E kemi marrë licencën e ansamblit, kurse si hapje solemne kemi pas 25 vjetorën. Këta janë grupi i parë i ansamblit. Unë jam vetë pjesë e ansamblit, jam edhe në pjesën artistike dhe pjesën e udhëheqësisë, si koreograf edhe si valltar njëkohësisht. Për krahasit e themeluesit të ansamblit, pikërisht janë të rinj, studentë, në shumë dashamirë të artit dhe të kulturës, persona, mos them persona me fytyrë publike, po persona të cilët i kanë përkushtuar më herët artit dhe së kulturës. Unë kam arritë të realizoj dikun 7 projekte pasi e kemi formuar ansamblin, të gjitha me vetë financim dhe me ndihmën e disa artdashëve dhe mund të them, sponsorëve që na kanë sponsoruar vetëm transportin. Ti cek disa nga çmimet apo shpërblimet ose pjesëmarrjet më kyçe të ansamblit. Aulona Folk Festival në Vlorë që mbahet. Festivali i këndojmë lirisë në Klinë që mbahet, vitin e kaluar kemi qenë kemi marrë vendin e parë dhe valltari më i mirë janë zgjedhur. Këtë vit ishim musafir special të festivalit. Kemi marrë pjesë në Gura Popullore. Kemi parë pjesë festivalin i këndojmë liri në festivalin Kosovaria këndon koncert me rastin e 15 vjetorit të fillimit luftës dyminishit në Tetov, i këndojmë lirisë. Disa çmime, ne kemi marrë pjesë në festivalin Hasi Jeon në Prizren, ku ansambli ynë është shpërblim me vendin e dytë dhe valltari më i mirë njëkohësisht. Këto janë disa nga aktivitetet më kryesore të ansamblit tonë. Deri në realizimin e 20 vjetorit karrierës time, një koncert dhe një vjetori i themelimit të ansamblit Ilirida, në fundvim do të mundohem ta realizoj një koncert festiv me këngë dhe valle, ku do të ketë 2 valle të reja, një valle dyshe, një valle e përpunuar koreografike dhe këngë dhe valle. Ku je komandant? O komandant! Ku je? Qo për e doni, qo? Pash. Vetëm. Unë nuk pëtale. Unë kam amanet. Unë pëqe amanetin vend. Përveç profesionit të tij si valltar, i cili ka arritur suksese në këtë lëmi, ai së fundmi ka hapur edhe një biznes privat. Krahas asaj punës palodhshme me ushtrimet me fëmijët, me grupin e madh, ose vetë si valltar, kohën e lirë e kaloj ose kohën e punës e kam këtë lokal. Është e vërtetë që si kumika asaj popullores ose kombëtarës, fal Zotit, falenderoj Zotin që më ka dhënë për shembull edhe këtë dhunë të paktën të krijoj ose të modifikoj veshjen kombëtare tipike shqiptare, të krajinave të ndryshme. Unë sot kam këtë lokal, siç po e shihni, është personali im, me ndihmën e familjarëve, veçanërisht Axhit timi i cili më ka ndihmuar financiarisht të hap dyqanin të lokalin, edhe që më kanë dhënë mbështetje në përgjithësi familja dhe
normal bashkëshortës time, Albana. Bashkë mbaj, bashkë mbaj, bashkë kryejmë ideja, bashkë këtu e hubim kohën e lirë, këtu realizojmë shumë projekte, këtu japim shumë ide, këtu bëjë gjithçka. Ky është Konak. Gjitha veshjet kombëtare të gjitha janë të krijuara nga ne. Të përpunume në mënyrë mund të them ndoshta profesionale jo, po aq sa jemi munduar, kopja e veshjeve origjinale të krajinave të ndryshme. I krijojmë vetë. Sipas tij, është e vështirë të menaxhosh me profesionin dhe biznesin privat kur je në mungesë të kohës dhe duke ju përkushtuar ansamblit. Është shumë e vështirë me qenë se them drejtën jam në mungesë të kohës. Po t'ishte dita 40 orë, do punoja 40 orë. Nuk kam, them drejtën nuk kam kohë të bëj ndoshta pushim, mos them, po nuk kam kohë të ndaj momente me familjarët. Jam shumë i lidhur me ansambl. Definitivisht shumë i lidhur, jo vetë rasti që unë kam 20 vite që merrem me artin, me vallën. Pikërisht do të thotë që unë kam sakrifikuar shumë për ansamblin. Shikimi para, ka ik, shikimi para, shikimi. Ka ik via, ku janë për para, vajzat? Ec. Vetë moment.